Përshëndetje të gjithëve. Ka disa gatime që na kthejnë me njerë në shtëpi. Aroma e pulës në furrë dhe orizi i butë që shkri në gojë. Sot do ndaj me ju një nga recetat më të dashura për mua dhe familjen time. Është një tavë me oriz dhe krah pule. E thjesht por shumë e dashur për ne. Filloj me përgatitjen. Këtu kam diku tek 1 kg me krah pule. I shtoj krip, një lugë të çajit me krip, i grim piper të zi, shtojmë këtë miksin e erëzave ose erëza pule dhe në fund fare vaj ulliri. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëm të skuqet ngadalë në zjarr të ulët. Dhe ky është gjithë sekreti i kësaj tave, që të dalë e shijshme dhe me aromë fantastike. Pasi skuqen nga njëra anë, i kthejmë nga ana tjetër, duke qëndruar me kapak, ato jo vetëm skuqen, por edhe zbuten shumë. Shtojmë edhe erëzat nga ana tjetër dhe sërish i vendosim kapakun derisa të dalin në yndyrn. Sigurisht që ulet temperatura. I kontrollojmë her pas here, derisa të shikojmë që të marrin ngjyrë. Aroma vjen e mrekullueshme dhe krahat janë zbutur edhe në këtë moment. I lëm edhe pak në zjarr, ndërkohë ne presim një qep. E kam pastruar qepën, do mundohemi ta grim sa më holl. Mund ta grini edhe në grirës perimesh. Por edhe në këtë mënyrë mund ta grini shumë holl. I bëjmë edhe një coptim tjetër me thikë. Dhe qepën tashmë e kemi gati, edhe krahët e pulës janë bërë gati, i largojmë nga tigani dhe tek po e njëjta yndyrn do shtojmë qepën. Do t'i bëjmë një skuqje të mirë edhe qepës. Për t'i shtuar shijen, unë do t'i grij dhe një spec të kuq. E presim speci në pjesë të vogla dhe më pas do ta shtojmë tek qepa e ka urdisur. Ndërkohë qepa është bërë transparente, e lëm të skuqet bashkë me specin e kuq dhe më pas shtojmë 3 filxhan të çajit me oriz. Do ta skuqim edhe orizin derisa orizi të fillojë të ngjitet në tigan. Për t'i shtuar shijen, unë po i shtoj dhe një lugë të gjellës me gjalp. Vazhdojmë ta përzijmë derisa gjalpi të shkrijë plotësisht. Në fund fare e mbuloj me ujë. Për 3 filxhan oriz, unë zakonisht shtoj 7 filxhan të çajit me ujë. Sigurisht që uji është i nxehtë. E rregullojmë masën me krip. Një lugë të çajit me krip shtoj unë, por sigurisht ju mund t'i shtoni më shumë ose më pak, varet nga preferencat në familjen tuaj. I bashkuam të gjithë përbërësit në tavë, e kemi gati për në furrë, e pjekim diku te 40 minuta në 200 gradë. Aroma e tavës së sapo pjekur vjen e mrekullueshme dhe shija gjithashtu. Nëse kjo recetë ju solli pak nga shija e shtëpisë, atëherë ja vlejti. Provojeni dhe më tregoni se si ju doli. Me dashuri nga kuzhina ime.